Sot unë e kisha qujt një ditë historike për shtetin e Kosovës. Nëse pacienti nuk ish trajtu, kish pësu sulm ose kish mujt edhe me vdek, ose kish mujt me pësu sulm mu paralizu thjesht. Sot unë e kisha qujt një ditë historike për shtetin e Kosovës, sepse po fillon një epokë e re e trajtimit që deri më tash nuk ka qenë në Kosovë. Domethënë është një epokë, sot kemi zgjedh 3 pacientë, të tretë janë të zgjedhnisë mashkullore, janë të moshës së shtymë mbi 70 vjeçar. Pacienti në fjalë, i pari i cili është realizu, ka qenë pacient i zgjedhnisë mashkullore, 72 vjeçar, ka qenë me smundje kronike, të cilat na kanë imponu që të bëhet kjo mënyrë e intervenimit. Intervenimi ka zgjatë rreth 2 orë gjys, sepse ka qenë patologjia e pacientit më e komplikuar se që kena prit, edhe ka shku me sukses. Nëse pacienti nuk ish trajtu, kish pësu sulm ose kish mujt edhe me vdek, ose kish mujt me pësu sulm mu paralizu thjesht. Kjo është preventiv e trajtimit pacientit, edhe çdo gjë ka shku sipas planit, pacienti është mirë.